Tani, për sa i përket vitit që vjen, ne kemi disa gjëra pozitive për shëndetësinë, e cila faktikisht ka marrë 50 milion euro më shumë se sa këtë vit. Nuk jam pak për buxhetin tonë dhe ka marrë 15 milion euro ekstra vetëm për barnat onkologjike, gjë të shumë të cilës do të shtohet dhe një 15 milion tjetër në mesin e vitit të ardhshëm, për të pasur një rimbursim domethënës të barnave onkologjike në shërbimin parësor dhe për të siguruar mbulirjen e barnave në gjithë sistemin onkologjik, të cilin do po e transformojmë faktikisht në mënyrë që gjithë presioni i madh që vjen mbi onkologjikun në Tiranë të shpërndahet me rrjedhimin e sistemit në spitalet rajonale, duke garantuar që protokollet dhe gjithë mbulimi me barna të jenë garanci për pacientët në gjithë territorin. Faktikisht kemi vendosur në buxhet kapacitet domethënës për të rimbursuar 400.000 pacientë, se flasin shumë njerëzit jo po ku është shëndetësia falas, jo ku është shëndetësia falas, po faktikisht gjithë këto gjëra që ndodhin këtu janë pjesë e këtij vizioni edhe faktikisht janë krejt ndryshe nga si ndodhin në vende të tjera.